Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet vitamina që bën mrekulli te mosha mbi 50 vjeç. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për trupin e njeriut, pasi shërben për ndërtimin e ADN-s dhe ARN-s, kujdesit për hormonet tuaja si dhe për sistemin e tretjes. Edhe pse mungesa e vitaminës B12 shkakton simptoma si këputje trupi, vështirësi në frymëmarrje dhe dobësim të muskujve, ajo mund të kalojë shumë kohë pa u diagnostifikuar. Ja cilat janë disa arsye pse mund të keni nevojë për më shumë vitaminë B12. Mënyra e vetme për të përfituar vitaminën B12 në dietë është duke konsumuar mish, qumësht të vezë. Nëse i shmangni produktet e bulmetit ose produktet e kafshëve, atëherë me siguri mund të keni mungesën e kësaj vitamine. Gjithashtu, mungesa kronike e vitaminës B12 mund të shkaktojë zbehje të lëkurës dhe dobësitë të saj. Nëse jeni mbi 50 vjeç e keni shumë të vështirë që ta merrni atë në mënyrë natyrale. Mosha sjell me vete lirinë dhe mençurinë, por fatkeqësisht ajo sjell më shumë probleme në trup. Një ndërto është pamundësia për të zbërthyer vitaminën B12 nga dieta juaj. Për fatin e keq që gjithashtu, është e rëndësishme që të shenjat e saj të mos neglizhohen, pasi një mungesë e theksuar e kësaj vitamine mund të çojë edhe në vështirësi me kalimin e viteve. Nëse ju jeni mbi 50 vjeç, është më mirë të merrni suplemente të vitaminës B12 për të qenë në formë të fortë. Suplementet e saj mund t'i merrni në mbikëqyrjen e një mjeku. Nëse pini alkool rregullisht, do ta keni mungesën e theksuar të kësaj vitamine. Nëse pini çdo ditë një gotë alkool, atëherë mund t'i keni të ulta rezultatet e vitaminës B12. Kjo ndodh sepse mëlçia luan një rol kyç në ruajtjen e vitaminës B12, prandaj shijoni një gotë verë në mbrëmje me miqt, por mos harroni të merrni vitaminën B12 kur të ktheheni në shtëpi. Merrni ilaçe për refluksin e acidit. Edhe pse keni pasur ulçër në të shkuarën ose merrni ilaçe për të, problemet të stomakut dhe ilaçet që trajtojnë këto pengojnë trupin të zbërthejnë vitaminën B12. Prandaj mjekët sugjerojnë që, nëse po trajtoheni për refluks acidi, të merrni edhe vitaminën B12 në formën e suplementeve. Nëse jeni diagnostifikuar me diabet ose ndonjë sëmundje tjetër autoimune, kjo vitaminë duhet të jetë pjesë e dietës suaj. Problemet e sheqerit në gjak dhe sëmundje të tjera si Hashimoto ose lupus pengojnë trupin të përthithë vitaminën B12. Edhe pse jeni konsumues i rregullt i mishit, duhet përsëri të merrni suplemente të vitaminës B12 që të jeni të shëndetshëm. Mungesa e vitaminës B12 lidhet me një sër diagnozash të frikshme. Nivelet e ulta të saj rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër, depresion, probleme me ankthin si dhe probleme të shëndetit mendor si Alzheimeri dhe autizmi. Vitamina B12 luan një rol shumë kompleks për organizmin. Përveç rolit të saj të energjisë, kjo vitaminë është e domosdoshme edhe për shumë prej funksioneve tuaja nervore. Në këtë video do të mësoni më shumë për arsyet pse kjo vitaminë është e pasvendësueshme për shëndetin dhe për trurin tuaj. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është të nxjisë prodhimin e rruazave të kuqe të nervave, të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që vesh nervat, të ruajë ekuilibrat aminoacideve dhe të detoksifikojë hormonet si tonel-pikon. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe të kujtesës. Përthithja në organizëm me vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja dhe vitaminat e tjera të pranishme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për proteinë mbartëse, në të cilën lidhet më pas dhe rrugëtonë të gjithë organizmin. Me kalimin e moshës, funksionet e organeve humbasin efikasitetin e tyre, gjë që ka ndikime të drejtpërdrejta në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acid tretës, përthithja e vitaminës B12 do të jetë e vështirë. Ky proces vështirësohet edhe nga inflamacioni i zorrës, çrregullimi imunitar, anemia dhe përdorimi i disa barnave. Të dhënat tregojnë se nivelet e ulta të vitaminës B12 përshpejtojnë çrregullimet mendore, siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimi i konsumit mes tyre. Gjithashtu, nëse organizmi nuk përmban sasi të duhur të kësaj vitamine, atëherë transmetuesit nervor do të jenë më të pakët.
Vitamina B12 sintetizon transmetuesit nervor siç janë dopamina dhe serotonina. Kësaj, paqëndrueshmëria emocionale dhe prishja e cilësisë së gjumit janë të paevitueshme. Mungesa e vitaminës B12 shënjestron edhe shëndetin vaskular. Në pamjaftueshmëri të vitaminës B12, enët e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta duke e çelur rrugën arteriosklerozës. Të gjitha këto përkeçojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe rrisin gjasat e goditjeve nga ishemia. Suplementet e vitaminës B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit, por sipas të dhënave të health.com, vitamina B12 mund të merret edhe nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme. Nëse jeni duanpirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksionet të dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasura me mish, të cilat vështirësojnë përthithjen e vitaminës B12. Ushqimet e pasur me këtë vitaminë janë sardelet, salmoni i egër, drithrat e plota, qumshti, kosi, djathi i bardhë dhe vezët. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasur me mishra, të cilat vështirësojnë përthithjen e kësaj vitamine. Andaj, sigurohuni që të përfshini sa më shumë produkte natyrale në dietën tuaj, të cilat do të ndikojnë gjithashtu në përthithjen e kësaj vitamine të rëndësishme. Vitamina B12 është një lëndë ushqyese jashtëzakonisht jetike e cila rregullon funksionet e trupit, nga truri deri te kockat. Megjithatë, është një vitaminë që mund të humbas lehtësisht. Suplementet e vitaminës B12 përdoren kryesisht kundër stresit edhe për rritjen e nivelit të energjisë në organizëm. Mungesa e saj në anën tjetër shkakton shumë komplikacione ose probleme. Mungesa e vitaminës B12 te të moshuarit është një faktor nxitës për sklerozën dhe degenerimin e funksioneve të trurit. Këtu përfshihet edhe skleroza e shumëfishtë dhe sëmundja e Parkinsonit. Nivelet e ulta të kësaj vitamine shkaktojnë gjithashtu luhatje humori, depresion dhe ankth. Marrja e kësaj vitamine rrimëkon gjendjen e brendshme të njerëzve në vetëm një javë. Mungesa e saj e njëanshme lidhet fort edhe me shfaqjen e ishemisë. Në mungesën e vitaminës B12, nivelet e homocistinës në gjak janë shumë të larta. Një gjë e tillë rrit rrezikun e arteriosklerozës dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Kur nivelet e vitaminës B12 janë të ulta, organizmi ka të vështirë të prodhuojë rruazat e kuqe. Kësaj organizmi është më i predispozuar të preket nga anemia. Lodhja është një simptom e zakonshëm njerëzve që kanë nivele të ulta të vitaminës B12, por lodhja në vetvete mund të jetë një shenjë pothuajse çdo gjendje shëndetësore. Shenjat të tjera të mungesës së vitaminës B12 përfshijnë humbje të peshës, kapsllëk ose diare, nauze të vjella, fryrje të barkut dhe shtim të gazdrave, mpirje ose ndjesi shpimi të duarve, të këmbëve, humbje të ekuilibrit dhe gjithashtu gjuhë të kuqe. Ka një sër ushqime të cilat ju ndihmojnë në marrjen adekuate të kësaj vitamine. Tani, meqense trupat nuk prodhojnë në natyrshëm, vitamina B12 është e mundur të merret edhe përmes ushqimeve, disa prej të cilave gjenden edhe në prodhime shtatësore dhe ushqime të dietës. Kjo vitaminë e rëndësishme gjenden në ushqime siç janë peshku, mishi, shpendët, vezët, qumshti dhe nën produktet e tij. Vitamina B12 nuk gjendet te ushqimet bimore, por drithrat që konsumohen me qumësht në mëngjes janë të pasura me këtë vitaminë. Sardelet në veçantë janë të pasur me vitaminën B12. Një sasi prej 150 gram sardele përmban 200% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës B12. Trofta është një shembull tjetër i një burimi të shkëlqyer i vitaminës B12. Një sasi prej 100 gram troft ose 125% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Nga ana tjetër, një sasi prej 200 gram salmon i pjekur ofron 80% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine, mjaft të rëndësishme për imunitetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.